tjetra. Para se të flasim me Sebin dhe me Sebastianin dhe me Ardit Minarolli në Zëja Zotërin për këtë çështje, edhe ky është një nga lajmet e ditëve të fundit, i djeshëm i pardjeshëm, samiti anti-Trump i Barcelonës përse Rama fsheu fotot me Sorosin. Dy fjalë do them kush është Ardit Minarolli, për gjithë ju që vini tani dhe që thoni kush është ky djali. Ardit Minarolli në fakt ti je student i drejtësisë në Universitetin e Tiranës dhe koordinatori kombëtar i lëvizjes studentore Students for Liberty. Po. Studentët për lirinë apo jo? Studentët për liri. Students for Liberty Albania. Dega e Shqipërisë, po. Dega e Shqipërisë. Ish president, ke qenë president në fakt. Po. I një partie ka qenë Volt apo? Po, ka qenë lëvizje që u bëdhen pas e më partie. I një lëvizje politike me emrin Volt Albania. Kujdes, nuk duhet ngatruar me Voltin që na sjellën për të ngrënë. Shumë e rëndësishme. Se Jerezani dëgjoi thotë, Volti që na sjellën ato picat." Jo, Volt është tjetër gjë këtu në këtë rast. Volt Albania i ke shërbyer atje si kryetari i një partie politike në Europë. Po. Po nuk jem më, duhet thënë. Jo, kam dhënë ndërheqjen. Ke dhënë ndërheqjen i zhgënjur nga kjo parti. Po. Nuk do rim shumë gjatë aty, po më shpjegosh ndoshta gjatë bisedës sepse ke ikur. Ndërkohë aktualisht je aktiv në rrjetin e European Conservative and Reform, që të më thënë ECR. ECR-ja është, se thuash, është grupi i djathtë, shumë i djathtë i konservatorëve, të cilët përfaqësojnë edhe me eurodeputet në Parlamentin Evropian. 77. Kanë 77. 77 deputet ka grupi ECR, me së cilëve dhe Giorgia Meloni. Është partia e Giorgia Melonit. Është partia e Giorgia Melonit. Dhe duhet thënë Ardit që je përkushtuar ndaj çështjeve të lirisë, tregut lirë dhe shtetit minimal në Shqipëri. Kjo është arsye sepse të kanë ftuar sonte. Besoj se nuk do jesh dakord me Sebastianin dhe Sebastiani me ty. Sebastiani ka një kulturë shumë majtise se ty. Ndaj po hy direkt në temë. Samiti anti-Trump i Barcelonës, përse Rama fsheu foto me Sorosin. Po para se t'i përgjemi kësaj pyetjes dytë, frazës dytë, përse i fsheu fotot, Ledio do nxjerrë pas pak dhe fotot me Soros që ka bërë ai, ka nxjerrë Alex Sorosi në faqen e vet, por Rama jo, në Instagram. Këto janë fotot marrë nga se thua shfaqja nga Facebooku i Alexit, i Alex Sorosit. Rama vet nuk i ka hedhur. Do merremi pak me këtë, po fillimisht duhet të kuptoj ç'është ky summit i ashtu quajtur i Barcelonës, bëhet për e të parë. Ne kemi quar anti-Trump se fatikisht për nga koha kur u përzgjoth dhe nuk i se çfarë kanë thënë ata atje, duket që është një koalicion anti-Trump. Duke qenë se Sanchez bëri bujt madhe me lajmin që bllokoi amerikanët vetëm pak ditë më parë, bllokoi amerikanët përdornin jo vetëm bazën ambasadën në Iran, ka shkuar në Kinë. Ka shkuar në Kinë, është në Kinë aktualisht dhe i mbylli dhe qiellin. Avionëve amerikanë. Mbylli dhe Italia. Po ky është më i zëshmi. Ky është më i zëshmi, pra. Ky tani në familjen e Sanchezi, që normalisht pritet të jepte dorëheqjen pak kohë më parë, jo vetëm që dhe ndihmoi dhe Rama shumë, tha se mos e japësh me skandalin e gruas. Po, herën e parë. Jo vetëm që nuk po ikën, po fiton vota. Pra në kuptimin po bëhet popullor, dhe jo vetëm në Spanjë, po dhe në Europë. Është lideri, po themi lideri që po frymëzon majtistët evropian dhe ndoshta edhe më gjerë. Po. Imaginoj një takimi këti me Milejnë, për shumë, me i flasën një të një gjuhë. Do ishte një boks një nivele vetë larta. Ardit, më jep mendimin tënd, më bëj një koment, ç'ishte ky summit, pse u mblodh, cili ishte mesazhi i summitit, dhe këto të gjitha i sapo tham. Dhe pastaj futemi tek pjesa te roli i vogël i Shqipërisë, si përrestohet nga Rama, i cili nga bordi i paqes, ose më mirë nga ku ishte Rama, një ditë më parë ishte në Rom, Spanjë, te Meloni, pastaj në Abu Dhabi. Jo, ishte në Rom me Melonin, pastaj në Spanjë, pastaj në Abu Dhabi. Ky ishte atëre eventi që u mbajt në Barcelonë, ishte Global Progressive Mobilization, pra lëvizja globale, ose mobilizimi i progresistëve global. Që ishte një lëvizje që u mblodhën të gjithë ta që i konsiderojnë vetëm progresist, social-demokrat. Pra një lloj internacionale socialiste apo jo? Bravo, një lloj internacionale socialiste. Ose siç ishte atëre teoria e eurokomunizmit, thjesht që kjo është paktësi më e gjerë, sepse ishin të ftuar presidentja e Meksikës,
e Brazilit, ishte vetë presidenti i PES-it, pra Partive Europiane Socialiste. Ishin dhe shumë figurat të tjerë që janë kontradiktore, le të themi, me atë çfarë promovon Sanchezi. Parimisht që u përfol që të rriten taksat për njerëzit që janë me një farë të ardhurat që konsiderohen super rich, pra super të pasur. U përfol për një reform të OKB-s, u përfol për një reform të rriteve sociale, ku përfshi edhe chat kontrolli, që chat kontrolli ka qenë një lëvizje që neve si Students for Liberty po bëjmë një fushat të fortë që të mos kaloj, sepse në thelb është një ndalim i privatësisë tonë, pra çdo mesazh joni, çdo foto jona do të kontrollohet, pra shkrihet komplet enkriptimi. Dhe ishte si një opozit ndaj presidentit Trump dhe ndaj shtetit të Izraelit. Pra këto ishin kryesisht temat kryesore që u përfolën. Mund të themi që të ftuarit që ishin dhe të një nivelit të lartë. Mund të themi Eli Schlein, përveç dhe presidentëve që duhet i thuash kush janë këta, se shqiptarët nuk i njohin. Eli Schlein rivalja e Melonit në Itali. Giorgia Meloni, po, është kryetare e partisë italiane. Po, e PD-s në Itali, sado që ka konflikt me Giuseppe Conte, është i 5 Stelle, i pesyjeve që është pak kjo konflikti që ka e majta në Itali, por le të themi që Eli Schlein ishte ajo që ishte një ndër zërat më të fortë pro Sanchez. Nga sa kam patur mundësi që të diskutoj me njerëz që kanë bindje të majta, e shohin Sanchezin si një shpresë për të majtën. Ja, dhe mund të ta shohim dhe atje vetë, është një ndër personazh që ka krijuar një frymë të re, sado që në Spanjë është rritur shumë lëvizja Vox dhe Partido Popular. Është rritur apo se ata nuk po rriten, pra ky është problemi. Ata janë rritur në aspektin sepse në zgjedhjet lokale në Madrid kishin dalë mirë. Nuk e mbaj mend të gënjej këtë pjesë, nuk e mbaj mend se si kanë. Ja, i kemi përqindjet atje. Kjo është Parlamenti Evropian. Kjo është ndarja në Parlamentin Evropian. Bukur, tani, sepse ato janë anglisht sigurisht. Mund të më thuash organizata jote Students for Liberty. Mund të më thuash cilën, pra, se thuash kur viteni këtu? Të bësh testing nga këta? Neve publikisht nuk kemi me asnjërin, publikisht, sado që neve shkojmë si të ftuar dhe bëjmë bashkëpunime me think tankun e ECR-s, pra European Conservative Reformist. Pra neve kemi marrëveshje, si të thuash, dy palçe, me Renew, pra që është lëvizja Macron, edhe me kemi dhe me lëvizjen liberale të Macronit, kemi dhe një pjesë atje, krau më liberali joni, dhe pjesa i çik më pro Thatcher, pro Reagan, është tek ICI, ku jam dhe unë. Pra ju nuk thini atëre, sepse thash mos, sepse mua më krye ideja që ju i kishit i qartë a ide dhe kishin një ideologji të qartë, pra mendova se ishte djathtë tamam. Ka një problem që ju jeni shtirë, pra keni spektor shumë të gjerë, pra ju thoni punojmë nga qendra. Macroni është i majtë dhe i djathtë në fakt. Po, është i centrist. Macroni është o memton. Është në të njëjtën kohë, në të njëjtën kohë dhe ai ka mbetur aty. Se thot këtë, pastaj thot në të njëjtën kohë është dhe kjo. Të parasysh me këtë erdhi në pushtet dhe me këtë tani ka dalë boja, po çon si ka. Ju punoni dhe nga Macroni deri këtu plak? Po, kemi këto të dyja. Pse, sepse një sekond tani. Vet Meloni, sepse duhet ma po, në rregull, po. Vet Meloni, pavarësisht është kryeministe dhe është detyruar të rrumbullakos her pas here, do ta përqafoj dhe kur nuk do. Ju vetë do të jeshit në një familje të qartë të qëndrimit tuaj. Ç'është kjo që jeni kaq të hapur? Ka një gjë, neve jemi njerëz që lejmë liri individuale. Është parimi kryesor i Students for Liberty. Pra ti je i lirë të zgjedhësh ç'do duash. Ju duhet të kuptoj ç'ju bashkon me Macronin. Ndaj duhet të dalë. Ka njerëz që brenda lëvizjes tonë, kryesisht ata që janë më lindor, pra SFL Hungaria, Çekia, edhe disa grupime të tjera të Evropës lindore, janë paktësi më liberal socialisht. Gjë që tek konservatorët evropian, duke qenë konservator, nuk pranojnë disa ide që ato kanë. Sepse konservatorët perëndimor thuhet. Po, sepse këta janë shumë katolik, janë më diskriminues, duan që të ruajnë një farë, si thua, konservatorizmit të brendshëm, pra nuk duan të përfshin lëvizjet e LGBT-s, pra nuk duan të përshtasin. Do të jeni pro. SFL-ja nuk mban një qendrim mbi këtë pjesë. Ka njerëz që thonë po. SFL-n, SFL-ja është thjesht një organizatë. Po. Unë do të kuptoj. Ju pse nguroni që të thoni ne mbështesim këtë linjë në parlamentin, pra të partive në europiane. Si ka mundësi se keni gjetur akoma të mbani një qendrim? Sepse kjo është e bukur, nga që jemi shumë, kemi dhe ato konfliktet tona të brendshme. Ku jeni shumë? Jeni shumë në Shqipëri? Jo, në Shqipëri jo, në Europë jemi shumë. Në Europë jemi jashmase shumë, kemi dhe eventin tani të premten në Madrid, konferenca vjetore që bën Students for Liberty, dhe do jemi diku te 4.000 veta, të mos gabohem, që jemi të gjithë studentët e degëve europiane, që janë ftuar atje nga vetë Students for Liberty, ku dhe ne, pjesa e Shqipërisë është finaliste
në debatin europian, ku do t'jem unë dhe një kolegu im, që do të kemi një temë për ndërhyrjet ushtarake, a përputhen ato me libertarianizmin ideologjik. Po të të vika ajo që më the shpar, pse neve jemi kaq të shpërndarë, sepse neve shohim kush përshtatet më shumë me teoritë libertariane. Sot që flasim. Dhe këndvështrimi im, me sa e njohun libertarianizmin, ata që e kanë... Sot ju duhet të ishit fansat e Mileit, për shembull. Neve jemi, e kemi shembull. Po si mund duash dhe Milei dhe Macroni njëkohësisht, e pamundur kjo. Sepse kjo nuk rrin këto dy aktë. Bota është rumbullakët, po, bota është rumbullakët dhe nuk kemi Po, dakor, po nuk do ketë sukses në vizja juaj, do jeni thjesht oportunist që bëheni me të gjitha palët. Ç'vlerë ka kjo? Në fare se nuk duhet të heq ato. Jo. Të kurajoj, po realisht unë shumë e kam të vështirë që të them, ku di unë, Arditi sot do vitë më mbroj këtë gjë, se Arditi dita mbroj këtë gjë, ka ideologji, ka bindje këtë gjë. Po më the që mund t'i jesh dhe me Macronin dhe me Milein. Ka diçka. Jo, ma shpjegos, ndoshta këtë drejti. Degët të ndryshme të SFL-s mbështesin linjë të caktuar. Dega e Shqipërisë është shprehur publikisht që neve mbështesim ICR-in. Kë? ECR-n. Po. Mbështesim publikisht. ECR-ja që është Partia e Melonit. Partia e Melonit. Po. Italia gjithashtu. Po. Spanja gjithashtu, që janë dy kapitull që kanë më shumë nga anëtarët. Ka disa pastaj parti tjera, ose më fal, grupimet të tjera të SFL-s, siç është SFL Çekia, apo SFL Ukraina, që janë pak sasi më liberal. Po ç'pun keni me ata, ju jeni SFL Albania? Po pra. Ju me kë jeni? Ne jemi me CR-n. Po pse më ngatrosh Macronin, çdo që më ikët e Macronin? Sepse unë po të shpjegoja se si funksionon gjithë organizata. Po të jepja një spektrum se si funksionon te. Pra, kryetari i SFL-s, nëse ka një kryetar, ku e ka zyrën ai në Bruksel? Jo, i SFL-s është në Çeki. Lideri i SFL-s europiane, i në SFL është në Çeki. Po organizata juaj funksionon me votime? Votoni ju atje apo jo? Apo keni kështu me ngritje dore për shembull? Jo, neve funksionojmë me votime. Neve kemi gjithmonë ka. Po ti the që Spanja, the që kryesor, pra shumica spanjolle dhe italiane the. Normalisht me antarësi, po. Në antarësi kanë më shumë. Po. Shumica në antarësi janë spanjolle dhe italiane. Ndërsa strukturat lartë? Struktura e lartë është me çekët. Çekët janë në krye. Tani e kuptova. Dhe çekët më tha Arditi që parë, janë më liberal. Liberal, jo më libertarian, janë më liberal, janë më afër Macronit. Po. Tani e kuptova. Ti po flet për strukturën përgjithësi. Unë po të flisja për strukturën e përgjithshme. Pastaj SFL Shqipëria është shprehur haptazi, që është me ECR-n. Neve e kemi shprehur publikisht, kemi qenë në eventet e ECR-s, kështu që nuk kemi si timi ndryshe. Pra linja jonë është e qartë, nuk luajmë nga atje. Po për shembull kur shikoni Melonin që takohet me Ramën që ai ulet në gjunjë, që e puth, andaj i thej, për shembull ju vjen mirë? Të them këtë. Cili është qëndrimi juaj pra, për shembull me qeverinë shqiptare? Flas ideologjikisht. Ideologjikisht me këtë parti që udhëheq Rama dhe me këtë qeveri vëlla. Është me një buxhet të superfryr, me para që mbledh nga taksat, që më së shumti vidhen, po edhe kur punohet gabim dhe bien rrugët. Pra cili është, a keni ju një... Po neve për shembull kemi bërë shumë herë shumë kërkesa, sepse një ndër problematika që mua më has më shpesh si student dhe në diskutime me studentë të tjerë, është që studentët i mohohet mundësia për shkak të nepotizmit dhe për shkak të mundësive surreale që kërkohen nga tregu i punës. Neve po të marrim një statistikë, Shqipëria kishte 224.000 më fal, të punësuar në administratën publike. Kjo është pyetja. Duke marrë parasysh që neve jemi një popull që ka si popullsi gjenerale 2 milion banor, 2 milion e 200, diçka e tillë. Janë 10% pra. 10% që popullsisë që punon në administratë publike. Dhe kjo automatikisht çfarë sjell? Si rritje të taksave. I dim të gjitha, po ju ç'qendrim keni për këtë? Neve kemi reduktim të TVSH-s. Sa? Tjetë për ne, 0. Tjetë për mua, unë jam komplet për 0, po është realisht e parealizueshme si gjë. Për neve themi, për produktet e shportës, pra bukë, ujë, edhe për naftën vetë, për produktet tjera, se unë kam parë në Itali, kam parë në Greqi, kam parë në... Heqe komplet të vëshës, që këta të vëshës, ose në mos nuk do ta heqës, mos do të ri, ule, bëhe, dishet amam progresivismi që do ta ndjekë. Tatimi mbi, kjo tatimit e këto taksa sa e keni? Neve kemi të vëshën, neve jemi, shiko, teknikisht të djathës son për një flat tax. Po. Që është diku e pati bërë atëre dhe zoti Sheri si propozim, që ishte diku ke 8%, 10%, mos gabojmë? 10%. Juve kë mbështesni si linjë? Neve si linjë, partia vetëm që u afrua më shumë ti si thua ideologjikisht me idetë tona ishte partia Mundësia. Agronit. E Agronit. Ishte që vetëm që u afrua pak a shumë ideale që ne besonim. Faktikisht doli që nuk po bën fare atë.
Ç'të bëj me dy deputet ka grojnë, nuk ka asgjë në dorë. Prap ti mundesh të bësh propozime. Janë paralizueshme këto që thonë libertarianë. Se jemi në moment teorik tani këtu. Okej. E kupton, tani unë këtu të kuptoj. Pastaj të realizueshme apo jo është histori tjetër. Ka. Moment teorik duhet të kuptoj. Realizimi dhe mund të bëhet, por në forma të tjera. Nëse nuk është ky debati sot, por të kthyer te samiti. Po. Mund të më thuar cilat ishin pikat e forta të samitit dhe pikat e dobta. 3 pikat e forta, 3 dobta, nëse i ke. Pika e fortë e samitit ishte kryesisht një herë që tregon që e majta do të tregojë që është unifikuar, e majta globale. Edhe mendimin e Alex Sorosit. Dhe mendimin e Alex Sorosit që të mos harrojmë, ka një ndryshim nga George Soros, sepse George preferonte të punonte, si thua, në backstage ose nga pas. Ndërsa ky del hapur. Alexi del hapur. Pra është një filantropist ose Po ja ta mbaroj fjalin Arditi po Ardit. Ose një person që dhuron para për organizatë ose lëvizje të majta. Qartë. Kurse sidomsi tregoj që majta është ende pa qartë, do doja që citoja pak Deshlani që foli për drejtësi sociale dhe për paqe. Çfarë tha italisht, se më thanë që ti je i paparë në italisht. Ajo e tha në anglisht, në fakt, dhe tha neve po luftojmë tha për drejtësi sociale dhe për paqe, që është dhe paksa si kontradiktore, duke qenë se është një person që mbështeti lëvizjet e Antifës në Itali dhe mbështeti dhe dhunën që ushtrua policit para 2 muajsh në Torino, ku ndodhi një kazino i madh, thot italiani, romuje madhe, që lëvizjet e majta progresiste dhe këto filokomuniste ose neokomuniste shkaktuan në Itali. Duke për një dëm të madh dhe thot për drejtësi sociale edhe për tatim ndaj të pasurve dhe tha dhe një gaf tjetër drejt Elon Muskut, që tha Elon Musk fiton $3 trilion, që është e pasakt sepse ai nuk fiton, është një përllogaritje e dyshimt se sa ka ai si pasuri. Qartë e kuptoj. Por nuk është fitimi që ka ai. Pra domethënë kjo është një dobësi, pra ti mund të thosh, okej, ta tregojnë që janë të unifikuar, por janë të paqartë në çfarë janë të unifikuar. E kuptova. Sa është ora? 10:39. Po. Do ikim te Sebi tani, po para se vëmë te Sebi bëjmë xhiron të Rolandit jo. Ose Lito më fut në qendër. Dorelani është një super brand i papar italian, zonja zotrinj, supermarket ndërkombëtare me mbi 55 vjet përvojë, ka mbi 2000 dyqane në gjithë botën. Dorelani ju fton të gjithëve, mos harroni, ju fton të gjithëve Dorelani, ku do thoni ju? Të dëgjoni një këshill një herë. Gjumi i çrregullt ju prish humorin dhe ju lë pa fuqi. Bëjeni gjumin me karar, bjerini e ngrihuni në të njëjtën, pra, bjerini në kuptimin që bini, është ideja, në kravat dhe ngrihuni në të njëjtën orar si sahati. Kjo është këshilla sonte në datë 21 prill që na jep Dorelani. Dhe me qëra fjala, Dorelani na kujton miq që deri në datën 28 prill ulje të papara deri në 50% në koleksionet e reja. Për sosmëri italiane në çdo detaj, për sportistët, dysheqet njerë janë brillante, dhe ka gjithçka që ka të bëjë me gjumin, ë? Po më them dysheqet vetëm se të tjerat i shikoni vetë. Për sportistët, teknologji që përshpejton rikuperimin muskulor, mbështetje ortopedike, zgjidhje specifike për eliminimin e dhimbjeve të mesit dhe të qafës, ergonomi e plot, përshtatje perfekte pavarësisht se flini në krah apo në shpinë, gjumi i thellë, të garanton dysheqet e Dorelani, gjumi i thellë. Gjumit nuk duhet i bëni kompromis, një dyshek Dorelan bën diferencën. Garanci 10 vjeçare, madje mund ta marrësh dyshekun, ta mbash një muaj në shtëpi ta provosh, po s'pëlqeu e kthem mbrapsht me lekët, e pa parë pa dëgjuar. E gjeni ose te -1 te Tegu, ose në autostradë, kilometri 12 te qendra tregtare Prestishom, ose ku jeni mësuar zakonisht, përballë Del Jorgjit, kompleksi Del Jorgjit, te rruga Kavajës, fiks përballë, shkruan Dorelan. Dormire bene, vivere meglio. Thonë italianat, ky është slogani i Dorelanit. Bëj një pauzë vogël dhe rikthehemi në studio me Sebastian Zonjën dhe me Ardit Minarollin. Pas pak.
Jemi rikthyer zonja Zotrin në këtë pjesë të dytë të emisionit. Ora është 22:43 minuta. Jam me Sebastian Zonjën, me Ardit Minarollin dhe me Ujin Selita, gëzuar të gjithëve. Riplaset pyetja në ekran, Ledio. Seb, e dëgjove Arditin, sigurisht Arditi do vide tjera këtu dhe do ketë mundësi që t'i shprehë në mënyrë më sintetike pikpamjet dhe tezat që mbron, se thuash, grupimi i tij. Po me aq sa dëgjove, a je dakord? Nëse jo, jam kurioz. Dua të di në cilat nga pikat nuk je dakord me Arditin. S'parim lejo të përgëzoj një herë Çan për guximin për të promovuar figura të reja. Është vetëm 23 vjeç. Kjo është shumë e rëndësishme, e para. E dyta, sepse unë jam një figurë që ti e ke promovuar dhe të falenderoj. E dyta që është po kaq e rëndësishme, kur bëhet moçalishte e gjithë situata mediatike dhe debati publik, një guxim më i madh që e shijoti dhe edhe për këtë meriton me të vërtet shumë vëmendje nga të gjithë, që flet për ide. Një vend që nuk flet për ide, jo vetëm që Ramën e bën kryeministër, po e bën mbret, e bën dhe faraon. Sepse ideja, disiplina dhe organizimi janë ato që çojnë përpara çdo subjekt politik dhe çdo ndërmarrje politike. Qofshin libertariane, me cilën nuk është se bie shumë dakord, qoftë majt, qoftë djathtë. Hym tem se falenderoj për fjalët e mira. Kjo është shumë e rëndësishme. Ajo që do thoja është, e para njerë Samiti... A tu duk libertarian njerë Arditi, apo është vën pikat bi që në fillim, pastaj Samitin? Arditi po, është libertarian. Duhet parë është libertarian në kuptimin e Ron Paulit, që shkon tek një lloj libertarian. Është me Mileni, tha, për Mileni, ju jeni... Mileni dhe Friedman, po. Dhe Friedmanit. Po, domethënë, harku është Hayek, është Friedman, i vjen Hayek, domethënë, ka një hark shumë të gjerë për shkuar te libertarianët. Nga ata që shkon që janë te stalinizmi i tregut, pra stalinizmi i tregut do të thotë, gjithçka është çështje tregu, shteti nuk ndërhyn fare, pra s'ka shtet fare. Ka Night Watch State, që është shteti që mban thjesht një ushtri, mban thjesht gjykata, kjo është Friedmani pak a shumë deri diku. Pastaj kemi një shtet mesëm që janë centristët dhe vime dhe Unë nuk e di se ku është te kjo lloj gjëje, sepse kjo kërkon debat hap pas hapi, për të parë është e Hayeku, është e Friedmani, sa e mbështet Stiglitzin, ku shkon tek një filan autor. I njeh se gjithaj Thosebi Ardit? Po, janë filozofë. Pra, në këtë aspekt, kjo ngelet për tu parë. Dhe debatet ideore mungojnë sot për të treguar, jemi për taksën e shesht. Prandaj po e bëjmë ta. Pikërisht, jemi për taksën e shesht në 10%, pra në qoftë se ti merr 500.000 lek rrog do paguash 50.000 lek, apo në qoftë se merr 500.000 lek 1 milion lek rrog do paguash 23%, 25% si thot kryeministri. Sa lek do të mbeten në fund në xhep? Libertarianët thonë një gjë shumë interesante. Nuk duhet kemi bankë qendrore, thotë. Por se si ne i rregullojmë politikat monetare pa bankë qendrore, edhe kjo nuk është se ka ndonjë zgjidhje. A ka thënë gjëra të bukura Milton Friedmani? Është një nga teoricienët më të mirë të shkollës Chicagos dhe sot kemi një lloj far kapitalizmi edhe far atij. Por kritika që i bën Naomi Kleini teorive të neoliberalizmit janë kritika, edhe ato kanë qëndrueshmërinë e tyre. E dyta, nuk mund të kesh ekonomi pa drejtësi sociale. Pra, mund të flasësh për drejtësi sociale, flasin gjithë. Nëse themi ekonomi, themi në të njëjtën kohë dhe drejtësi sociale. Sepse ekonomia është pikërisht ajo që ka prodhojnë qytetarët në ndërveprim me njëri tjetrin. Dhe me disa rregulla, prandaj quhet dhe kapitalizëm. Nëse ekonomia në vetvete nuk ka brenda dhe drejtësinë sociale, atëherë mund ta quajmë çfarë do e quajmë merkantilizëm, e quajmë çfarë do lloj forme tjetër. Po këtë formë ekonomike kapitaliste që kemi nuk besoj se do ta quajmë kësaj. E dyta, jo një sekondë e para, drejtësi sociale thot Sevi, pro kundër? Drejtësi sociale varet se çfarë duam të kuptojmë ne me drejtësi sociale, sepse nëse neve duam të kuptojmë drejtësinë sociale sipas asaj që promovon e Majta, jemi kundër. Por vetëm mos shiko, se jemi që kek në ekran. Ose më rregulloj Ledio me operatorin, nëse ka një operator atje, po më duket se s'ka. Ri këtu në këtë pozicion dhe mos të vis, se ndryshe do del nga plani, po. Okej. Një sekond, Sef, një sekond. Për mua drejtësia sociale është, nuk duhet të ndërhyjë shteti, nëse unë dua të bëj diçka për të mirën publike në aspektin social, nëse unë dua të bëj një bamirësi apo nëse unë dua të ndihmoj të varfrit, unë nuk kam nevojë pse ta pres të nga shteti. Mund ta bëj unë vetë si individ. Pra, unë jam i papunë, duhet marr mbështetje sociale apo jo? Ti i papunë, unë duhet të jem si privat, unë duhet të jem i lirë që ty të krijoj kushtet
që ti të... Kjo është në teori. Unë jam i pa punë. Duhet që shtetit më japin mbështetje apo jo? Më falë, që se ti e pa punë, nuk do të kërkosh prapë për punë? Po pra dhe nuk po gjej punë. Duhet marrë Pse nuk po gjen mbështetje dot punë? Pse po të bllokohet ty e drejta që ti të gjesh punë? Tani, në teori, ekziston parimi që libertarianët krijojnë vende pune, e djathta krijojnë vende pune të Sepse është për tregun ka njerëz të cilët mbeten dhe pa punë. Në Argjentinë ka njerëz plot pa punë, me që mbështet Milei. Në Amerikë ka njerëz të cilët janë pa punë. Tani, te koncepti i drejtësisë sociale. Ky familjari që po rrit 3 fëmijë, bashkë me gruan janë pa punë. A duhet të ndihmohen apo s'duhet të ndihmohen? Pra do jepet një lloj minimumi 300 euro, 200 euro do paguaj gati. Ja të japi përgjigje, të japi përgjigje. I bie neve tani sepse një person i cili për kushte të ndryshme nuk është më i punësuar, unë t'i marr ose të rris taksën për dikë tjetër që është i punësuar dhe t'i jap nga buxheti i shtetit 200, 300, 800, 500, sa që ishte më përpara. Më duket pak sa si e pa drejt. Si do e zgjidhim atëherë? Si do e zgjidhja? Në radhë të parë unë do bëja çmos që personat të tillë të mundosha të riintegrohen edhe një herë. Pra do të kriyosha mundësinë midis privatit dhe publikut, sepse nuk mundesh do të shkrish shtetin, po ta flas në aspektin real politikut. Pra nëse flasim në real politikun do të thoya një marrëveshje ose një partnership mes publikut dhe privatit, që të fillojmë të integrojmë të gjithë njerëzit që janë të papunë. Cili është ai shtet që e ka papunësinë zero? Nuk është utopike. Po nëse s'ka asnjë shtet me papunësi zero, atëherë si do e zgjidhësh çështjen time të papunësisë? Është utopike, po unë Nuk po dhe të them, zgjidhja është. Jo, ai thotë do mundojmë ta ulë, po nuk do bëj zero. Unë jam për drejtësinë, unë jam kundër drejtësisë sociale. Një nga aspektet e drejtësisë sociale është që ky familjari, kryefamiljari, me gruan e vet, me 3 apo 4 fëmijë, kanë mbetur pa punë. Ore, u mbyll kompania. Amazoni po bën shkurtime sa i përket AI-t, inteligjencë artificiale. Do flasim për Shqipërinë, se këtu të papunët marrin shumë lekë ata që punojnë. Kujdes, nuk duhet ngatruar kjo gjë. Vazhdoj. Tani është ashes Shqipëria, është jashtë sistemit, është sistem. Më vend kapitalist Amerika, unë nuk besoj se ka. Sot që flasim... Jemi dakord? Po. Nuk besoj se ka. Pyetja është shumë e thjeshtë. Ky familjari ishte në Iowa, punonte te Amazoni, ka ngelur pa punë. Tani, çfarë do ndodhi me këtë? A do i jepet një lloj mbështetje apo nuk do i jepet? Në teori e kuptoj shumë qartë, në praktik ka Ja ta lëm një sekond. Po edhe përgjigjen tani të plot, Arditi mirë, por ndryshe i lejo se është era e parë, radhës tjetër do vi më i përgatitur. Jepi Ardit. Përgjigju pak. Teknikisht një argument do ta kesh Ardit gjithmonë. Po, unë një argument e kam gjithmonë, sepse unë them këtë, e marr ke aspekti i personit që po e vuan. Do e vuaj ose do e mbaj në kurriz, si taksa pagues unë do mbaj një të papunë. Dua të kujtoj një rast. Italia, gjatë periudhës së vitit 2020, me qeverinë e Giuseppe Contes, krijoi një gjë që quhet reddito di cittadinanza, që ishte thjesht një bonus për të gjithë të papunët për 800 eurosh në muaj. Dhe aso kohë çfarë ndodhi, kryesisht në Italinë jugore, të gjithë njerëzit deklaroheshin si të papunë dhe punonin në të zezë. Pra merrnin 800 euro nga taksat e italianëve dhe e çuan buxhetin e shtetit në deficit jashtëzakonshëm. Po në grop, po. Në grop. Ishte e bukur shumë ajo. Dhe punonin në të zezë. Kjo është diçka që u bë shumë në jug të Italisë. Po. Pra, është provuar që... Fakti që në emër të Jezu Krishtit bëhen kryqëzata, nuk do të thotë që Jezu Krishti ka bërë kryqëzata. Tani mos ta ngatrojmë tani... Lësht të javi përgjigje, ta dha një shumë. Ngatrojmë abuzimin me këtë tjetër. Sebi, bushi tolerant. Të themi dhe atë që është, neve kemi provuar, është provuar pak a shumë kjo e drejtësisë sociale. Dhe të thash, kjo e Italisë është shembulli më konkret. Por janë të gjitha mashtrime më burr. Është i gjithë mashtrim. Gjithmonë kur del njëri që thotë unë do ndihmoj ty, do të mbaj me asistencë, dihet se të ka futur dorën në xhep vëlla. Pik. Po. Këtë ta them unë nuk ka nevojë fare të bësh debat me Sebin. Çdo njeri që del dhe thotë unë do mendoj për ty, kjo është e sigurt. Unë e them kështu tani në mënyrë vulgare se dua që njerëzit ti afrojnë sa më shumë të dëgjojnë iden, jo të më shohin këtë crown tim. S'është më kjo që më bën përshtypje. Atëherë. Kështu që kjo se ndalemi në një pikë tjetër. Këtu ta dha përgjigjen. Okej. Ndalemi një pikë tjetër. Shembulli i Italisë është më brillanti. Çfarë ndodh me shëndetësinë atëherë? Si e zgjidh çështjen e shëndetësisë? Si e kemi sot shëndetësinë në Shqipëri? Ta marrim rastin në shëndetësinë në Shqipëri. Shëndetësia kemi në nivelin është bërnut. Si e ka Amerika, vendi më kapitalist në botë? Amerika ka shumë herë më cilësore se sa shumë herë më cilësore. Sa është vdekshmëria amerikane përballë Danimarkës dhe Francës? Ta bëjmë kështu atëherë. Si mundemi ne ta përmirësojmë, të mos flasim për vdekshmëri, sepse vdekshmëria është diçka që neve nuk kemi. Flasim për drejtësinë sociale. Unë jam për shëndetësi, ajo që quhet universal health care. Publike e ti pra. Publike. Është për shëndetësinë publike. Tani, ti po thuaj që nuk jam për shëndetësinë publike. Unë jam për deri diku për modelin gjerman. Pëlqen shumë Gjermania. Tani, pse je kundër kësaj? Sepse le të flasim mos ndërprem më.
Okej, dakor. Lutem. S'ka problem, s'ka problem. Do dhe kone vetë Arditi që të gjej argumentat të pasës. Shiko, unë Pra jam... pyetje që të bën ti, në fakt, sot më ja për ChatGPT se të jep të gjitha. Shohim Arditin, unë deri tani po ja del shumë mirë, ë? Po, dakor. 23 vjeç, jepi Ardit. Për mua, unë jam për një sistem prej PPP-sh, pra partnership publik-privat. Pra ti je me e dramën në një farë mënyrë. Ai e ka bërë komplet publike, nuk ka më tani. Domethënë neve po të shohim sistemi jon i shëndetësisë është skandal. Ai ka promovuar shëndetësinë falas, ndërkohë që neve fatkeqësisht po ta them. Ai e ka dhënë privatit pra. Edhe ti për të jetë, japim privatit shërbimet apo. Unë jam që neve kryesisht ta kalojmë në privat. Pse? Sepse në këtë formë doktorët do rinë në Shqipëri, pra nuk do ikin në emigracion drejt Gjermanisë, ku ikin për rroga më të mira. Do të kemi një sistem shëndetësor shumë herë më të cilësor se sa e kemi aktualisht, dhe kur studentët e mjekësisë, qofshin të publikut apo qofshin të privatit, që shkojnë të bëjnë praktikën pranë spitalit, pranë QSUT-s, të mos më thonë mua, siç flasim neve në diskutimet tona studentore në kafene, nuk punonte ky aparatur ose kjo aparatur tjetër nuk punonte, ndërkohë që janë shpenzuar diku ke 20.000 euro mesatarisht kosto e një aparature në aspektin e klinikave apo në spitaleve. Dhe diçka tjetër që doja ta theksoj edhe këtë, është që po të kishim një sistem publik-privat korrekt dhe të funksionoj siç duhet në aspektin teorik, sot neve nuk do kishim mjek që punojnë në klinika private, dhe kur ti shkon të bësh një konsulencë në publik, ai të rekomandoj ty ke një klinikë private që është klinika e tij. Ti nuk je libertarian. Jo, 2 sekonda, ti jemi këtë. Unë jam libertarian, por unë them që të mos lejohet abuzimi. Ndaj jam, si thuash, ajo pjesë e fritë. Atëherë, do bash qëndrimin e libertarianit, apo do të mbajmë qëndrimin që libertariani thotë nuk ka asgjë publike. Ka gjithçka private. Që është, shiko, Pra gjithçka është çështje tregu. Në qoftë se ti do të shesësh veshkën, je i lirë të shesësh veshkën për të bërë para. po, është një edhe si diskutimi i drogës, po s'do të thonë që unë jam pro drogës. Pra këtë thot libertariani. Ka disa parime. Pra, do mbash qëndrimin e libertarianit, apo do mbajmë... Ja, prit mani përgjigjen. Ka dallime, se është një si ku të thuash, unë mbështes ekstremin e djathtë, por jam për një politikë sociale pak më majtas, që kam dëgjuar raste të tilla. Edhe kjo është pak a shumë njëjta gjë. Unë mund të kem një bindje që nuk është të thënë të jetë puro libertariane për çdo gjë, sepse për mua libertarianizmi real, pra anarkokapitalizmi, fatkeqësisht është diçka që mund të quhet utopike, sepse e the edhe vetë që është e parealizueshme, siç është dhe komunizmi, fatmirësisht komunizmi është utopike. Po pse utopike? A fiton në Argjentinë? Nuk ka fituar sepse në fund fare edhe vetëm Milei ka dalë kontradiktor nga teoria e tij, sepse ai ishte anti-shtet. Çfarë po ndodh atje? Ai ishte anti-shtet, ai thjesht ka shkrirë shumë ministri dhe ka ruajtur Ka bërë mirë apo jo që e uli? Ka ulur deficitin. numrat? Ka ulur deficitin nga 300% që ka qenë në 30% sot që flasim. Deficiti i borxhit publik në Argjentinë është 30%. Ka bërë Më e një rëndësishme është ulja e inflacionit. Po dakord. po dhe ulja e inflacionit, po do me që ke deficitit. Ja pra, nuk është aq utopi. Nuk është aq utopi. Është utopike për sa kohë që ti thua unë nuk besoj në shtet, pra unë nuk dua të kem. Ai e thot atë në përgjithësi, ai nuk thot të heq shtetin fare. Ai thot Libertarian jo, po jo më por jo. Kjo është anarkokapitalizmi. duan ta heqin. Po jo, më në rregull, më shiko, mos egzagjeroni. Ata, shiko, kur thon këtë, thjesht kapin thelbin. Po të futesh në Po asnjëri nuk e beson realisht. Jo, po edhe ata vetë nuk është se kanë në plan prap. Edhe Milei më valla. Thjesht pret buxhete, pret shpenzime, shkurton shpenzime atje ku mundet, sa më shumë. Atëherë është hipokrit. Po nuk është hipokrit, është libertarian valla. Është libertarian, Po nuk ka 100%, çdo më thënë kjo, ma thuaj kush është që del. Liberal atëherë. Po jo, po nuk është liberal. Po është liberal ekonomik, liberalizmi ekonomik, këtë të Jo, ai është më shumë se kaq po tani. Është më djatha se kaq Milei tani. Po jo më Milei është aq radikal sa që ka shkrirë thuaj se gjitha ministrit kanë ngel vetëm ministria e mbrojtjes. Ato që duhet, kanë ato që duhet apo. se në Argjentinë ishte punësuar 30% e popullsisë në shtet, siç të shpunësuar 10% e popullsisë mesatar evropiane Shën si ka marrë syet, a e bëri, ja prandaj ti fitoi. ka shkrirë. Po të njëjtën gjë do bëj çdo kush që vjen me mend në kokë në Shqipëri, këtu do uli menjëherë punësuarit në shtet. Do e çoj nga 10%, do e çoj 5%. Ti zotëri i nderuar do shkosh do gjesh punë te privati. Do hapësh konkurrencë, do shkosh në punë. Kjo s'është çështje libertarian, liberal, komunist apo fashist. Kjo është çështje shumë e thjeshtë. A, B dhe C. Ky fut 10% shtet dhe merr kaq përqind Sa vota. samiti se mund të më thuash tani, okay. Samiti për mendimin Për mua tim. kjo ndeshje parë sot ishte shumë interesante. Po më thuaj çik anti-Trumpi, samiti anti-Trump, mund të më thuash? Për mendimin tim, dalja e Spanjës kundër linjës amerikane për të kërkuar një lloj autonomie ka kosto shumë të madhe politike, edhe vetë për Sanchezin ka kosto shumë të madhe politike. Por, ajo që tregoi Sanchezi nuk është thjesht çështja e mbledhjes të së majtëve në Spanjë. Ajo që tregoi Sanchezi është që ne jemi një pol dhe Spanja ka fuqi kaq të madhe diplomatike sa që mbledh 3.000 politikan nga e gjithë bota.
është njësoj si të bësh një foto me 3.000 veta, dhe këtë foto ta hedhësh në Facebook. Një politikan, kur e sheh, thot, ky është dikush, ka një lloj. E gjeti sportën Sanchez, domethënë. E bëri sportën. Sanchezi mblodhi nga gjithë Evropa, nga Amerika Latine dhe nga gjithë bota, 3.000 figura të nivelit të lartë, të cilët nën petkun e progresizmit tregojnë fuqinë diplomatike dhe politike që ka Spanja. Fakti që Rama nuk nxjerr foto. Jo, vazhdoj. Fakti që Rama. Do vemi te Rama, po prit një sekond. Okej. Se me ato do mbyllim emisionin. Ndërkohë këta në samit po flasim ne. Ata janë për rritjen e shtetit. Biem dakord apo jo? Ata nuk bëjnë asnjë hap mbrapa apo. Sa më shumë shpenzime, rrisin shpenzimet. Po, dakord. E vërtet është. Po pra. Besojnë te filozofia e Keynes. Edhe Mamdanit njëjtën gjë thot në New York. Pra Mamdani po tregohet tipikisht komunist, do unë besoj se nuk vijon më. Por ka një logjik shtetërore të brendshme, e cila është logjik ekonomike dhe matematike. Mamdani thoshte, për shembull pardje, kur po shihja lajmet, do e bëjmë të gjithë New York City do e bëjmë me parkime me pagesë, sepse it's gonna be rough, it's gonna be tough, but we're gonna go together. Çdo më thën? Do të jetë çike vështirë, do të jetë rrugë me gunga etj. Po ta bëjmë bashkë. Ja dalim së bashku. Po nga këto. Pra, se që më kujton kjo në Shqipëri. Pra, është po e njëjta gjë. Pra, kur i mbledh këto që janë në një lloj majtizmi komunist, kur i mbledh bashkë, është e vështirë. Shkojnë te njëjta logjik. Është po e njëjta logjik si Lalieri. Pra dhe Lalieri këtë to. Pra të mendove edhe ti? Ua, kishim një mendje, çudi. Është po i njëjti. Domethënë është pa ngjyrë. Shkon aty tani, do shtoj taksë. Po mos e taj, mund të më thuash çfarë janë këta, si mund t'i duash ta njerëz. Ai tha do i kesh falas tash. Si mund të më thuash, si mund të biesh dakord me këta? Falas do e kesh shportën, tha. Se kështu i tha gjithë newyorkezëve, do e keni shportën falas. Po mbi disa ti, edhe një djali si ky Arditi që kemi ne sonte vëlla. Pavarësisht se ka akoma rrugë për të bërë. Prandaj ta thash që në fillim unë votoj libertarianin, vëlla. Urime për guximin për ta promovuar. Po sigurisht edhe unë libertarianë do votojnë këtë lloj rasti. Do ta bëjmë falas ta. A tha Rama falas, asgjë s'është falas. Tha Mamdani falas, shportën tha falas, po jo këtë vit tha. 2029-ën. Po jo të gjithë shportën, 20% produkteve të shportës. Qa po thua? Kot gjenje, mashtro, bëj populizma kot, premto, përsëritet njëjtën gjë sërish. Ore, t'ju bëj një pyetje unë, para se ta mbyllim. Se vërtet s'kemi kohë, është ana 11. Po filloj me ty Ardit. Po. Po të kishe mundësi vëlla sot. Sa kemi ne Sebastian? Kemi ja 20 ministri? 20 ministra? 15 fiks. 15 ministri. Duke se janë më shumë. Unë kur e numrova para disa ditësh që i bëra një... Ke lënë jashtë këto pa portofol. I ke lënë jashtë. Ministrinë e buxhet them. Po, Ministrinë e buxhet. Unë di që janë më shumë se 15. 15-16. Shikoj çik më valla, këtë pyesim. Një sekondë se po i ndryshon për. Një sekondë se kam brënë keq me ministrave. Kam brënë keq me ChatGPT-n, prit pak. Dhe lutem më thuaj pak sa është numri i ministrive që ka në Shqipëri, që ka Shqipëria. Në Shqipëri, aktualisht ka 17 ministri. Kjo është bazuar në qeverinë e prezantuar me 11 shtator 2025. Okej, faleminderit. 17 sopra. Dakor? Tani, mund të më thuash nga këto të 17-a, sa do mbaje, ose cila do hiqe, që nuk i shërben fare njeriut, më. Unë do bëja një gjë tjetër. Ose të më thuash çfarë do mbaje nga këto të 17-a? Do të bëja si të thuash një farë mergji me disave. Mergj do të thënë përzierje. Shpirje komplet. Fuzion. Do të mbaje sigurisht të brendshme dhe të mbrojtjes, sepse është normal. Pra policin, ushtrin. Ministri Ekonomi dhe Financës, unë nuk edhe mund ta mbaj dhe mund mos ta mbaj, por mund t'ja lija si kompetencë. Në vizionin tim unë ja lej si kompetencë kryeministri që më pas e delegon. Bukur. Në këndvështrimin tim pra e heq si ministri. Do të mbaja. Do më thuash ato i do heqësh apo do i do mbash, që mos bëmi lëmsh. Okej, po them ato që do mbaj. Më thuaj ato i do mbash, se të tjerët i kuptojnë vetë njerëzit që do heqësh. Pra do mbaje të brendshme një. Pra jo të brendshme, të flasim kështu, do mbaje policin, që është ministri i brendshëm. Do mbaja ushtrin, ministri i mbrojtjes. Gjykata. Do të mbaja drejtsin. Do të mbaja drejtsin. Po, do të mbaja sepse gjykata është pushteti i tretë. Një shtet ka 3 shtylla, ka pushtetin ekzekutiv, legjislativ. Do të mbaja drejtsin, dakor? Do duhet ta ruaj. Po. Pra do të mbaja edhe drejtsin. Do të mbaja të arsimit. Do të mbash dhe arsimin. Do të mbaja edhe arsimin sepse Trumpi më duket se është dukur ministrin e arsimit në Amerikë. E shkruaj ndryshe formën dhe asaj departamenti të mbrojtjes e ktheu departamenti i luftës. Mirë, nëse aty do shohemi ne atje po. Por unë arsimin do ta ruaj sepse do ta mbash dhe arsimin, u bën 4. Sepse do duhet dikush Sport do i mbash. Sportet jo. Ne privatizoja. Ja një sekond, jo. Rinin jo.
Nuk do. Ja prit një të thosë se këto mbash tjetër. Pra bie kemi deri tani 4. Pra policin, ushtrin, Ushtri, drejtësi dhe arsim. Po shëndetësin? Unë jam për privatizim komplet Bukur, drejtësisë. bukur. Pra deri tani ke heq 4. Kam mbajt 4. Ke mbajt, më fal, ke mbajt 4. Duhet të tjera, infrastrukturës energjetikës do e shkrija. Ku do ja lije? Do bëj një drejtori. Delegoja, po një drejtori. Do delegoja, do e delegoja ke një person tjetër, pra nuk do mbaja më një ministri të komplet. Viz verberit, pra nuk ka nevojë pse duhet ministri jo kur. E zëm kot. Po. Kujtua viz tani se e kërkuan një 10 vite burr më duket. Po. Pra do hiqet edhe këtë. Deri tani 4 ke. 4 ministri. Shëndetësin do hiqte po, për një sekondë, është e bukur shumë kjo më burr. Duhet kujtoj domethënë se janë aq shumë ministri që është për shembull mos. Je, po ti mos kujto ato që janë. Më thuaj ato që do të duhen ty. Ato që do të duhesh. Për mua ke kap thelbi. Këto janë, përgjithsisht për mua këto janë. Tani, unë këtë e hedh për debat, vate njerëzit na shohin në QR kod. A doni më shumë ministri se kaq? Ministria e policisë, ta vulgarizoj tani ju. Ministria e ushtrisë, Ministria e arsimit, dakord? Pra shkollat. Po. Dhe Ministria e drejtësisë. Drejtësisë. Më thoni, a jeni dakord se kur të bëjë një referendum, do i mbani këto apo do shtoni edhe të tjera? Bëni një referendum të ky QR kodi këtu. Bëni një tarikot, bëj spontanisht. Bëni një kështu skanim, bëni një login dhe më çoni vetëm mesazhet tuaja. Do t'i lexojmë me shumë qejf pas emisionit. Ndërkohë, më vjen 9 fjalët më të frikshme në gjuhën angleze janë: jam nga qeveria dhe kam ardhur për të të ndihmuar. Per, kush e ka thënë këtë? Gjeni dot? Këtë duhet ta ketë ky the state is the problem. Ose Regani ose Bravo Regani. Regan. Regani, bravo Sebastian. Ronald Reagan. Perle ka thënë 9 fjalë më të frikshme në gjuhën angleze janë: jam nga qeveria dhe kam ardhur për të ndihmuar. Thash ju, unë e thash pa e ditur që ka thënë Regani. Po erdhi njëri të tha do ndihmoj unë, pa mëra të bëma me lek. E ke ngrënë sa krau plak. Dakor. Asgjë nuk është falas. Rien n'est gratuit. Çaj shikoj pak të foton lutem. Po pra, qa është e ma po komentin ti të pari? Ka diçka që s'shkon aty. Pra këmba, Ui, bravo mund kon këmba plak. Është Jo, një sekundë, mos janë çorape o plak. jo, është. këmba aty është në trashësinë më të vogël se ky dorës, po themi. Po një sekundë, se i bie pasaj të ketë manipuluar Aleksorosi këtë foto, se ka edhe Ramsi këtë. E ka manipuluar Aleksi. është hequr diçka nga taolina plak, më duket. Po ta bësh re, nuk është këmba më shumë. Se në foton tjetër, këmba kthehet normalisht. Pra këtu, këmba duket okej. Po, Ja dhe njërë foto tjetër. ma nëziri foton tjetër? Po pra për mua është diçka nga tavolina është hequr. Jo, tavolina është e njëjta. Jo, nuk është e njëjta plak. Shkëlqen dy të fundit. Apo jo? Ka tavolinë kjo e fundit duket. Ore, ha? Tavolina e fundit, kjo foto e këtu sikur nuk ka fare. Kjo nuk ka tavolinë fare për shembull Ledio. Ledio, ky është ulumtimi jot që i bëre ti tani këtyre fotove kur i pe. Po. Ne i pa parë plak. Do ta studiojmë këtë. Dhe zëjmë pasaj me Është qëtësi. interesante se këmba duhet në nivelin e saj më të hollë të mundshëm. Çudi e madhe pra. Nuk dish të them. Pra diçka ka ndodhur aty. Nuk dish të them. Mbas do ngelet Duket çik si nisë. John Silver aty. Si kush? Si John Silver. Kush është John Silver? Këmba e drujt. Te filmi? Ishulli i Thesarit. A, ishte Thesarit, po. Kam përshtypjen është iluzion optik ai aty. Është iluzion optik, mund të jetë dhe ajo. Edhe iluzion optik. Nëse rrugët e Zotit Ledio ti e di janë pa penetrueshme. Ta kishim pyetur ChatGPT-n çfarë do thoshte për këtë foto. Vështirë, jo nuk e gjen ChatGPT këtu. Shumë vështirë vëlla, se do t'i japësh foto, nuk e bën dot me zë. Nëse që mos zonohemi. Dhe alë fjalën e fundit të Arditit, me që është i ftuar i parë sot. Po të filloj nga ty Seb. Sigurisht. Sipas teje, po shkurt fare jemi në 3 minutat e fundit. Pse Zoti Rama fsheu fotot me Sorosin? Këto janë fotot Sorosit. Ka tre Alex. mundësi, ose Sorosi është barë sot, është një lloj bare, për konjunkturën cilën Rama ka hyrë dhe kërkon që të bëhet pjesë, pra sot Trumpi është, Trumpizmi është një lloj fryme mbi zotruse. E dyta
është një lloj kriptotrampisti. Kriptotrampisti do thotë trampisti fshet. Pra ka qenë historikisht një lloj kriptotrampisti. Dhe treta, duhet kuptojmë një gjë, është diplomat. Diplomatët dhe politikanët e vendeve të vogla, tipi Ramës. Po që vlerë ka që e fshin ai që nuk i nxjerr ai fotot, ndërkohë që e di shumë i do hedhi Aleksi, unë këtë se kuptoj. Po. Këtë ma shpjegon ti mua këtë lloj se kjo është një gjë që se kuptoj të fare, nuk më ka logjik. Po pra, kjo tregon që Aleksi mund t'ja ketë më shumë nevojë në Ramë se sa Rama Aleksit. Apo ky thot thjesht unë marr përsipër aktin, unë nuk e nxjerr. Të tjerët mund të bëjnë çdo në fotot e mia. Aleksi në këtë rast mund t'ja ketë më shumë nevojë në Ramë se sa Rama Aleksit. Në këtë moment për Ballkanin, a ku dëgjon për çështje. Duhet thënë që suksesi i Aleksit, edhe i Aleksit ky summit, ë? Ai e financoi. Është i spa. Ai ka financuar. Ai është prej atij tu. Është open source, është OSINT. Po, Open Society Foundation që ka lënë. Jo, open source, ky lajm që të dhe është lajm, është Po, ta konfirmojnë, po, ma konfirmuan mua që është financuar komplet nga Alex Sorosi. Alex Sorosi ishte ideatori i këtij të. Një sekond. Një sekond se më ka gjetë kamrën e hatë me këtë. Çat. Hey, I'm here and ready to help. Jo, What's on your mind? jo, mos fol anglisht të lutem se nuk di. Dgjoj. Çat, më thuaj pak të lutem, kush e financoi summitin e Barcelonës që u bë që u mbyll më duket di ose pardje. Bëj një kërkim dhe më thuaj kush është financuesi. Sa bukur kom pi. Nuk gjeta asnjë informacion të besueshëm për financuesin e summitit të Barcelonës, që u mbajt para disa ditësh. Nëse ke ndonjë detaj më specifik, si data ose emri i summitit, mund të bëj një kërkim më të thelluar dhe të shohim nëse ka ndonjë deklaratë zyrtare. Unë kam një portal, Jewish Insider, i cili tha, po e lexoj në anglisht. Ky summit është definuar, was defined and backed by left-wing philanthropist Alex Soros. Pra do me thënë, është sipas Jewish Insiderit, ky summit ose ky event është Jewish Insider. Jewish Insider, po Është portal izraelit. Po, është portal Çfarë perle. që për mendimin tim është shumë i besueshëm dhe thotë që është i mbështetur nga Alex Soros, filantropisti i majt. Pra ç'është filantropisti është një bamirës që ka financuar shumë dhe i dihet që historikisht lidhet mes Alex Sorosit është. Ja ta mbaroj Sebi. Seb, pa ti i the opsionet se pse Edi Rama e ka fshirë fotot. Ndërkohë të dëgjojmë pak pas kalojmë te Arditi. Dhe sa i përket qeverisë, unë jam i një parimi që qeveria? Që ministrive dhe qeverive Po se do të që Trumpi ka të drejtë. O, di çdo shtet e ministritu se harrojnë ndoshta Arditi ta thoshe. Nuk mund të heqë ministrinë e jashtme plak. Po. Edhe harro. Edhe ajo edhe pse unë do ja kaloja si kompetencë prap kryeministrit, sepse për mua Bravo. Për një lëvizje shumë të bukur aso kohë Ka drejt më burr. Rama që bënte gjithmonë atë vetë dhe u shpall dhe ministri. Ka drejt më burr. Vuri Elisën, tani hoqi Elisën. Tani Elisa u mërzit. E kupton? E se në vesh të çdo bëj. Elisa është e fuqishme ndërkohë shumë, mora vesh, ka marrë vesh perla. E di çka mbrapa Elisa valla. E ka trembur Ramën beson. Megjithatë, E rëndësishme, parimi është që po ai duhet të ketë Ledio fatikisht. Ai duhet të ketë plak. Ai duhet të ketë plak. Dhe ka shumë drejt Arditi. 4, po. Sa delegime ka? Sa delegime kryeministrish ashtu ministri? Po ç'si ka, do ulet shumë se ministrit kanë pafund administrat më burr. Do ulet shumë më burr. Parimi kur debati zhvillohet administratë e vogël apo e madhe, Shteti i madh, shteti i vogël, kjo është ideja, po. Vogël, humbet arsyeja kryesore pse është ndërtuar administrata dhe burokracia, për të qenë efektive dhe eficiente. Pra, debati shteti madh apo shteti vogël është një hulli ideologjike që të futë e majta me të djathtën për të humbur parimin kryesor që është më i rëndësishmi. Shtet burokraci eficiente dhe efikase, që ti të shkosh ta marrësh vendimin kohën e dur, të kesh transparencë për vendimin. Dhe të kesh shërbimin. Dhe shërbimin. I pra në rregull, megjithatë, pra ndaç bëhe me 5 ministri, ndaç bëhe me 15, po u dhan shërbimet. Nuk ka rëndësi sa janë, do Nuk thuash. ka rëndësi sa janë. Ky është parimi që kam unë. Dakor. Tani ora është se na futet çati prap, tani se kjo ka i do. Ora është e 12 minuta, 23:12. Ne tani do mbyllim Ardit. Jo, duke s'do më thuash dhe ti, pse i fsheu se harova. Unë kam dy Me thuaj shpejt. Një sepse ndoshta jemi antar në Board of Peace, që është e krijuar nga Donald Trump, dhe dy sepse Alex Soros financon, dihet që Open Society Foundation financon OJF të karakterit të majt. Kundërto është dhe Antifa, që presidenti Trump e ka konsideruar si organizatë terroriste. Dhe ndoshta duke qenë
kryeministri jonë një diplomat shumë i zgjuar dhe shumë i mirë, dhe qa e ka, jepi Cezarit atë që i takon, besoj kjo është arsye pse ai nuk e ka publikuar foton me Alex Orsin. Qartë. Tani, kemi dy sinkrone, miq, për ta mbyllur. Një është Berisha, që e godet fort Ramon, dhe dëgjoni se çfarë i thot. Dhe pas asaj të Berishës, do fusim një video dhe pas videos së dytë, do kërkoj ju nga një mendim. Por surprizë video dytë se nuk e dini. Dhe dëgjoni mirat e Vlonjatin, çfarë thot, e do më thoni pro apo kundër. Pa komente. Po të shohim mirë Berishën, se çka ka thënë. Jepi le ti. Emri mund t'i vini ju. Një kryeministri tillë që fsheh pjesëmarrjen e tij në një samit ndërkombëtar dhe shet se ishte për një vizitë zyrtare në Spanjë. Mund ta quani këtë një rrec, një langaraq, por mundet një prostitut amorale politike. Sari samiti në cilin u paraqit siç deklaron udhëheqësit maj E quati prostitut politike. Dakor, njifet kjo e Berishës. Tani do shohim pak Sebastian. Do shohim pak një video, do mirë mendimin tuaj para sa mbyllojmë emisionin. Para se ikim te Samsoni, dakor? Ledi, a ke videon? Është bërë hit në rrjet. Allah, 260 euro stremi 100 një ndatë sak në Vlorë, po qa ka të keqe këtu? Allah, jemi në Vlorë, se ku jemi? Do dalin lungomare qënjo, do jetë ja rastisisht familjar qënjo, është buqe, ka të veçli nga mbrapa, o mami, o babi, dua të arë një gjë, dua të pi një gjë, qa do i sot a i sta blejsis, nga ka dhënë ndim sociale shteti, jore 260 euro në gjepa dhe jetë qënjë mundësisht 300 euro, do marri ma kime qëra qënjë, do i pi qefet vetes, po leta një, po qa është kjo, plus, mos më ka ngrënë një që në Vlorë, qa është këto, pa taksira këtë shu, po, kam rastis njerë ka ngrënë një Amerikan, po, ka rastis njerë ka ngrënë një fjerat, ka ngrënë një dursak, po vlonjat as njerë, nuk ka qeni po t'jesh vlonjat, nuk ka qeni se dalon në seks, se dalon në seks, biles unë grijem gjes, bëja të gjiro atje i përshëndes, vim blidheve aty pim nëjë cigare, e thon, kush e kush pagoj kafet e tja, ikse cili në punën e tij, po të shkosh punën të nes nga smon njeri, qa thua, po që një duhet një limuzini, duhet një gjipo, do vela, jemi, do bëj gjiro, në pasarel, në Vlorë, do dali monopat, qëni, do dali monopat, do duke, do bëj se shqim vlonjatën. Do përpërojmë që të Vlorës ne, t'i lëm me gjepat zbrazur, t'i lëm me barë kësat, jo të kesh aty, Aragosta, ta aqë qyë Aragostën a i të, se a është që një turisti që vjetë, se s'ka fshat hajë qëni, pra ndaj, që që jepini këto, qaj detyrojnë i qënit, to e strehojnë i mundësisht, jepin edhe këto që i detyrojnë të aje i të një Aragosta, në një shu shampajnë, në një shu, që t'jeti qetë qëni, t'jeti qetë qëni, mos të aje njerëzit rrugve qëni. Edhe të ke qenë se mos mendojnë se po në avjes njeri, jore, ja ta bravo logarinë, janë kosto minimale, për qëni, cigare, makin, alkohol, edhe po ishte familjar do një drek, do një ndarë ka ndej poshtë, nga ndeti. E pra, kjo ishte një perl, e keni në përjetët sociale këto ka bërë ishte që i ke gjatë, po e la me qëllim të gjatë, se të është fundi emisionit, që ta kuptoni ta mam, që mos nga ta rohoni, po ja u përmlet me dy fjalon. Këshilli Bashkiak i Vlorës, Sebastian, Ardit, ka vendosur që për 100, është kjo e fëmijëve themun, kjo e streja e kësaj pra, shtëpia e ruajtjes së qenëve quhet. Dhe Këshilli Bashkiak ka marrë një vendim që për qenët e cak të qytetit të shpenzohet për 1 qenë sep 250 euro. Dakor? 260 është. 260 euro. Shënë si ka, 260 euro, po. Tani, pyeta unë sot, mora telefon dhe më thanë, këto i merë shtëpia e ruajtjes së qenëve këto para. Sigurisht se s'më të japin qeni direkte, kupton? Nuk do ishte keq të mirë të qeni, në fakt. Do ishte korupcioni. Ka një shprehje, nuk i hafë. Ka një shprehje që nuk i Në hafë. nësi qenit kështë mundësit mirë të lekët plaket dhe regulloj vetë. Zë kështë më korupcione, kupton? Këtë bëjtë majtët. Pa më rakë, hop, i bjen këtej. Jep sevi a jep Arditit. Jo, jep i Arditit. Nëse shënë si ka,
qeni s'ka mundësi vetë dhe janë sa njerës që do ashtu, dhe për një qenë 260 euro. Për 100 qenë, sepse ju e dini që 100 qenë se janë asë gjithë një qytet si Vlora, apo Tirana ka më shumë. Bëri llogari janë 26.000 euro në vit, në muaj. Në vit i thonë 300.000 euro, 300.000 euro, sa i bie? 12 më duket. 312.000 euro. Flasim për 100 qenë, mora 100 qenë. Kush në garanton ne që pas pakohet as do bëhen 200, 300? Në shkollaj për të manipuluar me shifët e qenëve, për shembull. Tani vëlla, me që ishit tek shtezat ideologjike, pra, se tu është një libertarian, një... A duhet këtë strejmore kafshësh? Se kjo është pyetje për ta mbyllur emisionin. Ti e pron apo kundër kësaj që dëgjove? Kundër. Kundër. Çdo bëje me kafshët. Çdo bëja me kafshët. E para një që çdo person duhet të jetë i kujdesshëm, duhet të marrë përgjegjësi, sepse neve si libertarian besojmë ke individi. Ne nuk kemi pse t'ia lejmë përgjegjësi shtetit. Dhe në rastin konkret, të 260 euro kush do paguaj? Do paguaj buxheti i bashkisë. Taksa për taksa njerëz. Një qytet ka disa kafsh, të cilat ende në rrugëve. Janë qende. Është fakt thos Sebastian, është fakt, ndodhi kjo. Njerëzit kanë praktikë. Po ta marrim me vitin 0. Ata s'kan pas asnjëherë zot, kujdes, të zot, s'kan pas asnjëherë ata. Po ta marrim me vitin 0, pyetja themelore që shtrohet është nëse toka u krijua për Evën dhe Adamin si e derivove pronën private. Pra kjo është çështje ideologjike. Ne tashmë jemi në botë, jetojmë në botë dhe ekzistojmë në botë. Në një qytet ka qenë dhe mace, disa prej tyre janë endacak. Disa njerëz dhe familje që nuk i duan qenë dhe mace dhe i lëshojnë dhe i lejnë të lira. Igu. A duhet ketë një strehimor në një qytet? Dhe këtu mbyllet emisioni. Jo. Nuk duhet, sepse do të marrë shembullin e Italisë. Prap. Paktën në Italinë prap, se e kam timën. Italia, po të shohësh, nuk ka asnjëherë as mace, as qenë rrugësh. Pra nuk gjen endacak. Sepse të gjithë, jo, sepse njerëzit janë shumë të kujdesshëm, sepse përndryshe, po u lan, kanë pasoja shumë të rënda në aspektin administrativ, marrin job. Që besoj ajo është një zgjidhje për kafshët. Pra ti, nëse do ta marrësh një kafshë, do të mbash përgjegjësi si individ? Po. Nuk do të dalësh rrugëve. Gjë që nuk ekziston në vendet e lindjes. Pra, nuk janë për strehim, por janë për një sankcion për gjithë njerëzit që janë të papërgjegjshëm. Po kafshët janë rrugëve, po të them edhe një herë. Këto kafshë të Sebastianit dhe këtu ka drejt. Ku do i çosh? Për shembull në Shqipëri kafshët, nuk është se i kanë pas, ka edhe nga ato që janë praktikë, ëh? Po. Po ka edhe shumë qenë për shembull. Që nga që janë të praktikë, jo, ata janë të praktikë nga nëna dhe babai i tyre qenë, kupton? I lindin dhe pra se thua, nuk është ka një përgjegjës direkt. Shtohen në përlagje. Shtohen për pra nuk është ta kesh përgjigjen sot, ëh? Është një tezë, po të mendoj. Erika Adams, kryebashkiaku që erdhi i New Yorkut, mbante emigrant në një hotel luksoz në New York me $1.000-1.500 nata. Kush i mbante? Ky i majti. Ky që mori nga Japoni. Miku i Ramës, po. 1.000 apo $1.500 nata. Migrant, po. Që u çuan në New York edhe thanë ore çfarë jeni duke bërë. Normal. Tani, po e njëjta skem, është e çuditshme, vjen ai në Shqipëri tak dalin direkte skemat e këtilla. Kanalizohet lekut nga Këshilli Bashkiak, çohet jeva etj. Tani që ka ambientalist nëpër Evropë ka sa duash, që japin para për mbrojtjen e kafshëve ka sa duash, që kafshët kanë rëndësinë e tyre dhe kjo është e rëndësishme. Që nuk e kanë rëndësinë e njerëzve dhe kjo është e qartë dhe e drejtë. Por që edhe duhet të kenë strehimore edhe kjo është e domosdoshme. Për mua duhet mbash përgjegjësi sepse për mua është komplet individi përgjegjës me çdo gjë. Neve nuk kemi pse, sepse njeriu është fajtor më në këtë planet. Do të them për shembull, unë mbaj përgjegjësi për veten time? Po, ti duhet mbash. Unë nuk kam. Nëse unë dua ta shes veten time për skllav nesër, më lejohet në tezën libertariane? Duhet të bëhem skllav i dikujt. Po sklavëria ti nuk paguhesh më pastaj. Jo, dakor, pra, unë paguhesh më. Unë du në këtë koncept, pra ideologjikisht, ti më thua që unë mbaj përgjegjësi për veten time. Unë të them ty, jo se mbam përgjegjësi. Unë jam i lirë në veprimet e mia dhe të bëj çfarë të dua unë. Unë dua që të shitem për skllav dhe të shes gjitha pjesët e trupit tim. Lejohet kjo? Sipas, qoftë do e marrim në aspektin teorik, ti je i lirë të bësh çfarë të duash dhe çfarë do të mund të prasësh. Prandaj pra, se thua ti je lidh dhe të vetë vritesh, është ideja. Po njeriu ka dhe një dinjitet. Ka dhe është shumë më komplekse, sepse s'mundemi do të themi se... Tani, çton libertarianët e vërtet për këtë punë e strehimit të kafshëve. Që a duhen paguar para për kafshët apo jo? Strehimi për koshën, për t'i ndaluar riprodhimin, deri në momentin që likuidohen. Pra, genocid kundër kafshëve e ndacake. Kjo është e vetmja zgjidhje. Atë që bënte Rama në Tiranë para disa kohësh.
Deri vonë ka bërë zoti Velia, apo jo? Po, edhe Velia që i hidhte qenë, po. Se Rama e nxori me pushk, jepte edhe kështu. Ndryshe nuk i dilet, ba. Ja u kam thënë Serdi, ja u kujtoj Sep. Se Arditi edhe parë që vjen sonte. A e mbani mend, nuk është e njëjta situatë, po ngjason. Eutanazi. Se do ta mbylli, ë? Eutanazi, se i the genocid. Po, Pra, Jo, nuk ishte mesazh, nuk e thash unë. e di, po, Me erdhi genocid mesazhi. Dakor, Eutanazi, pa, me eutanazi do ta thënë kuptimi, jo ti vrasësh shumë, jo. Me një gjelpor, me një gjë është. Siç përdesa po bëhet e njerëzit. Pse mos jepet leje për kafshët? S'ka ndonjë gjë. Megjithatë të çon si ka kjo. Mos harroni luftën e tmerrshme që është bërë para sa vitesh në Australi me dingot. me Me kë? dingot. Jo, nuk quhet dingo. Qeni pra me qenë? Jo. Me emu. 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 E dia dingo. Ledi tani do të tregoj kush është emu. Je këtë se dia. Nisi e çik foton Ledi, s'u lutem. Emu është një kafshë që ngjan strucit. Shumë e madhe. Është komplet si struci, por duhet të jetë shumë e madhe, me qaf shumë të gjatë dhe shumë e madhe, shumë e gjatë se njeriu. Po pse luftonin? Luftoni me njerëzit, vlla, ushtuan ai shumë emut problematik. në Australi. E ke dëgjuar ti histori? Kam parë. Do ta dish historinë, vlla. Mos lodhesh. Se luftonin? Se mban më këtë? Jo. Kjo është pelu. E ka qenë, jo, është E morë vesh, u bë luftë me armë, valla, doli ushtria më zotëri. Edhe këto po. Ore Sep kjo, Sep, se ti kujton se është kështu, dëgjoje. Dëgjoje Sep. Ja dëgjoj. Mos vëro. Qatë të lutem, më trego pak shkurtimisht historinë e luftës që ka ndodhur në Australi midis humanëve, pra midis australianëve, njerëzve dhe kafshës së njohur me emrin emu, si emu. Ç'ishte kjo luftë, sa kohë zgjati, a kishte të vrarë apo jo? Ma trego pak të lutem. Po, sigurisht. Luftra me emut, e njohur si Emu War, ndodhi në Australi gjatë vitit 1932. Në atë periudhë, fermat në perëndim të Australisë po përballeshin me një numër shumë të madh emush që po shkatërronin kultivimet. Ushtria australiane me makina dhe armë tentoi ta reduktonte popullsinë e emuve, por ishte një dështim i madh. Emut ishin shumë të shpejtë, shumë të vështirë për t'u kapur dhe përfundimisht nuk u arrit ta zgjidhte situatën. Kështu, lufta zgjati disa muaj, por emut nuk u mundën. E kuptove? A kuptove, më pra? Patjetër. Në fakt, kjo një Rorze, je pa parë. A kuptove? E pe emu si ishte? Nxirë edhe njerë ledjo. Pardon, shive qik. Super i bukur po ta shofësh. I pa parë. Ka dalë ushtria prak. E ne këtu nuk themi dot që qenë duen eutanazuar. nuk do të bëre eutanazin ndaj qendrës po. Ja pra, libertarianët mund ta bëjnë këtë apo jo? Se bukurnaqa shumë sot. Ardi do shihemi prapë ne. Me kënaqësi. Falenderoj shumë që më erdhe. Shumë faleminderit. Miq, ora është 23:25 minuta. Unë tani po ju lë me Samsonin, të cilin nuk e patëm shans ta kishim në Shqipëri. Nuk erdhi dot, po çon si ka, ne mendojmë për Samsonin çdo ditë. Ai në Shqipëri është më aktual se kur, sepse shpreha e tij e famshme, tashmë prej muajsh në emisionin ton, ka marrë dhen. E përdorin të gjithë. Dhe do vazhdojmë ta përdorim, se është më aktuale se kur. Fjaliet që Samsoni thot, atë shpreh, atë batut që ka bërë Samsoni, në Shqipëri tingëllon të merësisht aktuale. Kur dëgjon Samsoni thot atë, ti e kupton me njerë se çfarë qeverie, se kush të drejton ty.